se do hapo? Ka dal, oj ti. Ka dal. Mos më preka shto. Mu mos ma gjuj shkelm. Jo, nuk të gjuj ka shkelm, pse gënjeve, të kalova si. Ti bane, ka dal veç pak, ti donë me shkelm. Jo, ti e zjatë. As mujde me qu komen, kush e zgjati, kom ti pota aty, jo nuk e quve. Mos së bage një shtare. Rënce. Jo, unë s'jam rënce, se unë bre, pik respekti. Jam këtu, kesh këtu i bo masor, që e komen. Se erdhe këtu ku mujde me kalua nej. Mos i ba gjonat me qëdhin me mua, Alba, se nuk tes. Nuk tes, bak mirë, ha buk edhe më dhe gujën, ma mirë. O, Klodi, pse po shpi prafe si kur e bëra me qëllim? Sa Alba nuk jam dunu se fizike. Tash nuk e bona, tash të si kur e bona me qëllim, do më thane pas ke bon. Po ti se prit pak sekund, tash prit pak se të kaloj edhe që ditërish u pengova të këmba jote. Me ta kësa heq më qafe e transformon e thot thuj e ke këfu qafe. Nuk është se grejta. Pse po gënjen tani para tjerve si kur ta futa unë me qëllim me shkel? Ti nuk mbrave, ta po kisha gjesti. fut me shkel do kishe rëmë më Klodi, pa Alba si jam e tjo. Ko bërë ti ka që furt të bane Mike Tyson që e gëtia? Po mënyra si e ullur ti. Po qka po të pengon, jam të i ba masor sanitës, qka po të pengon? Klod, se je në majën e divanit. E qka, po të me kalu anej. Nuk je ullur në bazament po të të me gjërë kalu divanit. anej, e dite shumë mirë që i të i bo. Mënyra si e ullur. Nuk them falve që pak e me pritë që në ti largoj kom, po bane kështu me shkel. Kjo është kur ti të regon mos respekt për njëri. Në përbindësh. Ije, në këtë rast je pa respekt. Për ta mbrojt labin, ti kam cek një mi raste ku je pa respekt. Nëse ti thu, e më falve që pak, pret, unë i spostoj kom, se nuk jam kalova. Po jo se ti me shkelën shkelën edhe herë tjetër, pse ke çpërdore këtu situatën tani? Që njëri që pret, deri sa të largohem. Jo spriti fare, vetëm kaloj, pse gënjeve? Ashtu si kaloj ai, kalova dhe unë e ngrita këmbën. Në rast se do ishte shkel nga Alba, do ishte rëzuese Klodi, bazamenti që ke këtu, te kunja e divanit, rëzohesh me njerë. Nuk je si bazamenti këtu. Dhe pozicioni si je, ti në mënyrë fizike këtu, në rast se ta kisha rast me shkel kështu, ose do ishe përplas Anita, ose do ishe përplas Gana tjetër. Kështu që Klodi të lutem mos mashtro me gjëra që nuk janë reale. Nuk mashtro, janë kamera. Edhe me fizike ke notë njësh këtu në këtë rast, Klodi. Përshëndetje, si e një mirë. Jo, nuk ka shushpiti si kur gjyta me shkel. Ka kaluar në paranoja. Jo, valaj. Doni ta tentoni ta nxirr një album dhunuse fizike me zor. Jo, ti nuk kam dhunove, ta ma puna nuk mbrave, thjesht po tregoj realitetin që nuk tregove respekt. Fare, ngrita këmbën, ashtu si kaloi Ludo. Pse si ju ankove Ludos, po ju ankove Albës? Në të njëjtin pozicion ishte kur kaloi Ludo. Jo, nuk është i njëjti. Dhe Ludo as nuk priti fare, vetëm kaloi se Alba e pash me sytë mia dhe kamerat kanë parë. Hajde këtu, sa ke Ludo. Alba thash kujdes edhe kalova këmbën. Jo, nuk sa kujdes. Em fal veç pak edhe i dhash kelmin. Em fal veç pak dhe i dhash kelmin. E unë thash kështu mos më prek. Se unë nuk jam si ti, që munohesh, të lebre se Benitin e munu me qitë dhunë se në dhunë, heq, ka dojë klipi asë që të ka prek, veç ka bat lutën e më letë kaloj. Jo, sepse klipi nuk i kap forcën fizike të shtytjes së gjërave. Kur ka kjo nevoj e kap, kur nuk i konvenon, nuk e dëshmi që unë e ngrejta këmbën, nuk është se kalova me ta dhën shkelmi, nuk jepet shkelmi duke e ngrejt këmbën, shkelmi jepet duke e shty këmbën, dhe në rast se do ishte shkelmi, unë e di që je duke qesh se s'vjen mirë, po në rast se do ishte shkelmi, ose do përplasësh e pak të nita, ose do rëzosh nga ana tjetër në pozicionin vertikal që ishte qëndrimi këtu në divan. Po ti kshu ishe. Ti kshu ishe dhe kshu. Një njeri që të bjen në shkel, ti ose shtu e shkel, u thash ma shkel e kamen, thash e shaj mos respekti jo që mbrave. Jo, me shkel mëre, jo ta shkela këmbën. Nja ku e ndryshove re në blofin tënd. Njerë the me shkel, tani the ma shkele. Ta respektosh dhe ta justifikosh gabimet e tuja të mashtrimeve që bëm për Albën. Shkelja si që the që parë. Me të shkelurën, janë dy gjëra ndryshe dhe ti Klodi këta gjëra i din akoma më mirë se unë, se qëfar do të të shkelja dhe se qëfar do të të shkelura. Paktën, ti Klod që e din vërtetën, paktën unë mund kema aurë negative, po unë nuk kam aurën e gënjeshtërës dhe mashtrimit. Sidomos ju që jeni dy të rritur dhe mundoni me mashtru me zorë ki publik për Albën. Ama gjithë për jashtë e dhe shumir që Alba nuk jam dhunuese fizike, ashtu si mundoni ju të më transformoni. Dhe gjithë publiku e pa se si juve e blokuat atë derën atje. Më preket e unda. Nuk lejo të më prekësh në ftyrë, Klodi. Pse më preke në ftyrë, Klodi? Më preket e unda, më preke në ftyrë dhe kërkove falje. Zar fizik. Alba, nuk ta ke që përdor këto. 3 herë blokua derën. Dhe Klodi u pa kur e shtyve vetë me forë që ta përplasë Loni, dhe Loni u bë fjala usmur se fjala premeje,
kurse ishin dëshmi kamera që unë përja drejt në momentin kur ti e shtyve derën. Kjo e para. Dhe e dyta, edhe pjesa e kokës u pa shumë mirë se Siloni e shtyu vetë. Dhe e treta, Alba e qova këmbën sipër. E shkelmja me shkelmën janë dy gjëra ndryshe, Klodi, dhe ti i di shumë mirë. Vetë them fillim që Alba ta futi shkel, dhe vetë the tani që Alba të shkeli. Re në blofin tënë, jo ma futi shkel për me mbra, po në një farë mënyre që shkelmove komen teme. Re në blofin tënë, se ti e di shumë mirë diferencën e fjalëve. Një gjë që ke vërtetuar ti, Klodi, këtu në Big Brother është i jetë detajist i diferencës e fjalëve si që Shygerta. Dhe tani nga që re në blofin tënë, ndoshta justifikosh. Edhe Klodi tani vetë ta bëri. A mund është me ledzu? A do një me nëzirë Zarfin? Atë një maj.